I nderuar atë dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Të adhurojmë Perëndin Triadik, Atin, Birin dhe Shpirtin e Shenjtë. Të falenderojmë që na bëri të denjë që të mblidhemi në këtë të kremtë të madhe zotërore që në kalendarin liturgjik quhet Pendikosti, përkthehet në shqip 50 dhjetore ose dita e rëshajave. Kjo është një kremtë e madhe, e rëndësishme siç është edhe Pashka, dhe është përmbushja e Pashkës së Zotit, e ngjalljes së Krishtit. Sepse Krishti u ngjall për së vdekurësh, u shfaq tek apostujt për 40 ditë, u ngjit në qiell bashkë me natyrën e tij njerëzore të lavdëruar, ul në të djathën e Atit dhe si kryeprift u lut duke afruar therrore veten e tij që Ati Perëndi të dërgoj Shpirtin e Shenjtë mbi apostujt, mbi dishepujt. Në ditën e 50 pra mbas ngjalljes dhe që neve e kremtojmë dhe përjetojmë sot. Është ditë jashtëzakonisht e madhe. Mendja të utohet për ta kuptuar, për ta rrokur këtë mister të madh. Por ne do përpiqemi të flasim aq sa mundemi dhe kohë për këtë ngjarje të jashtëzakonshme, ku Shpirti i Shenjtë, personi i tretë i Trinisë së Shenjtë, zbret nga qiejt me fuqi, me një shëtim, si një erë e fortë, si gjuhë zjarri, duke qëndruar në kokat e apostëve. Në orën 10, siç jemi tani afërsisht para dite, dhe ata, të frymëzuar nga Shpirti i Shenjtë, dolën jashtë dhe predikuan turmës së madhe që ishin nga vende të ndryshme, në gjuhë të ndryshme, ashtu siç i mësonte Shpirti i Shenjtë, dhe të gjithë ata dëgjuan për Krishtin, u penduan dhe atë ditë u pagëzuan 3.000 veta. Dhe kështu filloi kisha apostolike. Prandaj dhe dita e sotme është dhe ditë lindja e kishës sonë, që është kaq shekullore. Të dashur të krishterë, kjo e kremte është e madhe sepse na tregon dhe misterin më të madh se kush është Perëndia. Shumë njerëz krijojnë ide të ndryshme për Perëndin, prandaj është dhe arsye që ka shumë perëndi dhe forma perëndie në thonjza në botë dhe shumë fe. Por Perëndia vërtet është ajo që na u zbulua nga vetë Perëndia dhe nga Biri dhe fjala e Perëndisë, Jesu Krishti që u bë njeri dhe na foli për Perëndin, dhe që Shpirti i Shenjtë na aftësoi, na i kujtoi fjalët e Krishtit dhe na mësoi për Perëndin, që është një Perëndi, por në 3 persona. Ati që nuk ka as fillim, as mbarim, Biri i lindur nga Ati përpara gjithë jetëve, dhe që Shpirti i Shenjtë buron nga Ati me i burim të përjetshëm. Kjo është Perëndia. Perëndia është trinia, siç i themi ne në kishën tonë ortodokse, një term që u vendos që në shekullin e 2 dhe që vazhdon të jetë një term teologjik që na tregon kush është Perëndia. Dhe ne dhe të krishterëve fatkeqësisht disa fe që quhen dhe monoteiste, si judaizmi dhe islamizmi, na akuzojnë sikur jemi idhujtar. Na thonë sikur ne besojmë në shumë perëndira. Kjo që arsyeja që dhe Krishtin e kryqëzuan judenjt, sepse i quanin blasfemus, sepse ai bënte shok Perëndis, e bënte veten Perëndi, bir të Perëndis. Sepse judenjt ishin fanatik dhe e quanin blasfemi që të kishte Perëndia një bir.
Por edhe më vonë, erdhe feja islame, edhe ajo po ashtu thot, që Zoti ose Allahu, si thonë ata, nuk ka shok. Madje na quajnë neve të krishterët të mashtruar, të gënjur, fyes blasemues ndaj Perëndis. Por ne të krishterët këmbgulim që ne nuk kemi 3 perëndi. Ne kemi një perëndi, një qenie hyjnore, por në 3 persona. Në Atin, Birin dhe Shpirtin e Shenjtë. Por ja si shpjegojmë ne të krishterë ortodoks, pse Perëndia është trini, dhe nuk është një person, por është 3 persona. Themi që Perëndia është dashuri, e thotë Shën Johani. Por Perëndia, duke qenë dashuri nga përjetësia, si do ta shprehte dashurinë e tij tek vetja e tij? Sepse ne dim që Perëndia ekzistonte nga përjetësia dhe pastaj ai krijoi ëngjëjt dhe njerëzit ku shprehu dashurinë e tij. Por para se të ishin ëngjëjt dhe njerëzit, ku e shprehte dashurinë Perëndia? Dashuronte vetveten, nuk qëndron. Prandaj Perëndia Ati lindi Birin përpara gjithë jetëve, përpara gjithë kohërave, dhe nuk ka pas një kohë që Ati ka qenë për pa Birin, se po t'ishte pa Birin nuk do quhej At. Dhe kështu dashuria e Atit derdhet tek Biri. Po do thoni juve, po mirë, Ati do Birin dhe Biri e do Atin. Po pse duhet dhe Shpirti i Shenjtë? Pse duhen 3 dhe jo 2? Ja pra e shpjegojmë përsëri etrit e kishës. Dashuria e Atit me Birin ishte thjesht një marrëdhënie, por nuk ishte një bashkësi. Atëre Ati buron Shpirtin e Shenjtë, që është mes dashurisë së Atit dhe të Birit, dhe e bën të bashkuar unike këtë dashuri të Trinisë. Le t'i japim disa shembuj të thjeshtë, edhe nga natyra, për t'i treguar atyre që neve na quajnë blasfemues të Perëndisë, se besojmë sipas tyre në 3 perëndi. Jo, Perëndia është një thamë, po në 3 persona. Ja shembuj nga natyra. Shikoni diellin. Dielli është një lëmsh i zjarrt, por dielli përbëhet nga vetë energjia e tij e brendshme, nga lëmshi i madh, ka dritën, ka nxehtësinë. Sa diell kemi? Patjetër një diell kemi, por që ka 3 elemente. Dhe këta nuk përbëjnë 3 diell. Ja t'i japim një shembull tjetër, po nga natyra. Kemi ujin në gjendje të lënë, të gazt dhe të akujt. Sa ujë kemi? Një ujë kemi, por në forma të ndryshme. Pavarësisht se këto shembuj që ne japim nuk ne japin të plot misterin e Trinisë së Shenjtë. Po kemi dhe njeriu, që është krijuar sipas ikonës Perëndisë. Po njeriu përbëhet nga mendja, përbëhet nga fjalët, përbëhet nga logjika. Sa njerëz kemi? Një njeri kemi, që mendon, flet dhe mendimi dhe fjalët lidhen me logjikën. Pra, këto janë shembuj që na japin etrit për të kuptuar si Perëndia është një, po është dhe në 3. Dhe 3 janë një. Pra, si mund na akuzojnë neve që themi që kemi 3 perëndira? Ata nuk kuptojnë, ose s'duan ta kuptojnë. Misteri i Perëndisë triadik nuk është një mister që e zbuluam neve. Njerëzit filozofuan të parët tanë. Është zbulim nga vetë Zoti, që në Dhjetën e Vjetër, që në fillim fare, lexoni Biblën, ku thuhet, dhe tha Perëndia, ta bëjmë njeriun, foli në numrin shumës, ta bëjmë, pra shumë si Perëndis. Ati mendon, Biri i thot, Shpirti i Shenjtë i kryen. Kështu vepron Perëndia në krijim. Dhe prej fjalës Perëndis dhe prej frymës Perëndis u bë gjithçka. E ke në shkrimin e shenjtë, në Dhjetën e Vjetër. Po në Dhjetën e Re erdhi vetë Biri dhe fjala. I bër njeri, Perëndi pre Perëndie,
I lindur për Atit përpara gjithë jetëve që u bë mish, u bë njeri dhe na tha: unë dhe Ati jemi një. Kush ka par mua, ka par Atin. Dhe urdhroi apostujt: shkoni në gjithë botën dhe predikoni në emër, jo në emrat, në emër njëjës, por në emër të Atit, të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Pra në emër të një Perëndie, por të 3 personave hyjnor, Atë, Bir dhe Shpirti Shenjtë. Ky është themeli i kishës sonë. Ky është themeli i krishtërimit. Këtu ngrihet gjithë krishtërimi. Por edhe këtu bëhet lufta më e madhe. Prandaj të dashur të krishterë, i themi këto që dhe ju të mësoni doktrinën e Trinisë së Shenjtë, të argumentoni të vetja juaj, por dhe të këtë tjerat kur ju kundërshtojnë. Prandaj dhe ne të krishterë ortodoks, ndryshe nga gjithë pojimet e tjera që quhen të krishterë, por ne janë heterodoks, jo ortodoks, heretik, skizmatik, neve bëjmë kryqin me dorën e djathtë dhe marrim 3 gishtat e parë, që simbolizojnë Atin, Birin, Shpirtin e Shenjtë. Por pastaj ne i bashkojmë në një pikë. Pse i bashkojmë në një pikë? I bashkojmë për treguar se nuk kemi 3 zota, 3 perëndira, po kemi një Perëndi. Edhe bëjmë kryqin në emër të Atit, të Birit, të Shpirtit Shenjtë. Amin. Dhe 2 gishtat e tjerë poshtë tregojnë që Biri dhe fjala e Perëndis u bë dhe bir njeriu, një person me 2 natyra, edhe hyjnore dhe njerëzore, të bashkuara po jo të përzira. Këto janë të vërtetat e besimit tonë, që ne i shprehim vetëm me një simbol, vetëm me një dorë. Edhe po duhet i dim, edhe t'ja o themi tjerëve, se fatkeqësisht ndonjëherë dhe ne të krishterët nuk i dim. Ka herezi sot kundër Trinisë së Shenjtë. Një herezi që ishte e vjetër dhe u shfaq në shekullin e 4 nga një heretik Ariusi, ishte herezia arianiste, që thoshte që vetëm Ati ekziston. Biri është krijesë e para Atit dhe Shpirti i Shenjtë poshtë energji. Kjo është herezia që luftoi Kisha në sinodin e parë ekumenik dhe formuloi atë 7 nenet e simboli besimit që e themi këtu. Pastaj erdhi një herezi tjetër e Nestorit, që mohonte Shpirtin e Shenjtë si Perëndi, si personin e tretë, po thoshte është energji. O mblodh Kisha në sinodin e 2 ekumenik dhe vendosi nenet e tjera, 5 nenet e tjera që i themi, dhe është simboli i besimit me 12 nene, që ne e themi në çdo liturgji hyjnore. Por, edhe pse Kisha apostolike vendosi që si simboli i besimit nuk do ndryshoj, madje anatema i mallkuar është ai që ndryshon edhe një presje. Fatkeqësisht, në Perëndim ndodhi një herezi tjetër, që është dhe sot e kësaj dite. U bë një shtesë në simbolin e besimit, që Shpirti i Shenjtë buron dhe nga Ati dhe nga Biri. Kjo quhet filiokue, që Kisha ortodokse e lindjes e kundërshtoi dhe tha, jo, sepse Krishti që është Biri dhe fjala i vërteti na tha, Shpirti i Shenjtë buron nga Ati, nuk buron dhe nga Biri. Ku e gjetën këtë? Pse e revizionuan? Pse i shtuan simbolit besimit? Dhe kjo është kaku i ndarjes ndërmjet Kishës ortodokse dhe romano-katolike, sepse ata kanë futur një shtesë filiokue, që Shpirti i Shenjtë buron nga Ati dhe nga Biri. Nuk jemi dakord. Nuk e ka thënë Krishti. Por nuk e thot edhe doktrina e krishterë, sepse Ati është kaku dhe i Birit dhe i Shpirtit Shenjtë. Pre Atit lind Biri dhe pre Atit buron Shpirti i Shenjtë. Por Shpirti i Shenjtë dërgohet në botë nëpërmjet Birit, po jo se buron nga Biri, sepse do kishim 2 shkaqe të Shpirtit të Shenjtë. Dhe kjo prish gjithë jetën e brendshme, strukturën e Trinisë së Shenjtë. Janë gjëra serioze këto, të dashur krishterë. Prandaj edhe shikoni 2 kisha të ndara. Nuk është çështje politike, siç na thon dhe dikush. Është çështje doktrinale. Dhe ne quhemi ortodoks, sepse ne i ruajmë të vërteta, të pandryshuara.
Doktrinën që na tha Krishti, na mësuan apostujt. Dhe doktrina themelore e Kishës është Trinia e Shenjtë, që neve duhet ta njohim, ta besojmë, ta pohojmë dhe ta mbrojmë. Dhe mund të themi dhe shumë gjëra tjera, por dita e sotme është një ditë e veçantë ku neve thamë përjetojmë zbritjen e Shpirtit Shenjtë. Kisha, për t'i dhënë rëndësim shumë të madhe kësaj, na mbledh përsëri të hënën në ditën e Shpirtit Shenjtë. Dhe mbas liturgjisë që do bëjmë tani, neve përsëri dorim të në kishë, sepse do bëjmë shërbesën e mbrëmësores, që është për ditën e nesërme. Është shërbesa e mbrëmësores që ne do përjetojmë tani me lutjet që bën kisha të klerit, zbritjen e Shpirtit Shenjtë, siç ndodhi mbi apostujt. E do ulemi në gjunjë, kur të lexohen 3 urata të mëdha për të ardhur Shpirti i Shenjtë. Dhe ashtu si Shpirti i Shenjtë erdhi me fuqi mbi apostujt, do vi dhe tek neve. Dhe do na bekoj, do na fali, do na shenjtëroj dhe do na japi fuqi që ta pohojmë besimin, siç edhe apostujt, pa frikë të tjerët, dhe ta jetojmë besimin, dhe të jemi njerëz të mbushur me Shpirtin e Shenjtë. Sepse për këtë pra jemi thirrur, për këtë jemi të krishterë, jo thjesht për të pasur një emër, një tradit, por për të bërë të ngjashëm me Zotin. Dhe kur bëhemi të ngjashëm me Zotin, me Perëndin, kur bashkohemi me birin e Perëndis në pagëzim, sa u pagëzuam me Krishtin u veshëm. Kur marrim Shpirtin e Shenjtë në ditën e mirosjes, kur mirosemi mbas pagëzimit, sepse Shpirti i Atit, që është dhe Shpirti i Birit, hyn brenda nesh. Edhe ai Shpirti i Shenjtë lutet me ne dhe thret, o Atë. Perëndia triadik e përqafon njeriu me një përqafim të trefisht. Ati i Perëndis mbi ne. Biri dhe fjala e Perëndis bërbir njeriu është me ne. Shpirti i Shenjtë, Shpirti i Zotit është brenda nesh. Dhe a shikoni si na do Zoti ne? Si na përqafon Zoti neve? Si mund themi neve jemi të vetmuar? Si mund themi neve që s'na do kush? Si mund themi neve që jemi të pavlerë? Kjo tregon se ne nuk dim, nuk njohim dashurinë e Perëndis që është trinjësore, në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit Shenjtë. Amin.